Unë kur nuk e kisha menduar se një ditë do të ndjehesha kaq e përbuzur nga familja ime e ngushtë. Ishte një ditë që duhet të ishte plot gëzim, dashuri dhe fest. Por për mua u kthye në një makt. Motra ime, Elira, po martohej. Një ditë që për të ishte më e bukur e jetës së saj, dhe për mua. Për mua ishte dita kur të gjitha emocionet e shtypura dhe ndjenja e përjashtimit u shfaqën në mënyrën më brutale të mundshme. Nuk e di nëse është e lehtë ta kuptosh ndjenjen kur je pjesë e një familjeje që duket se të ka harruar. Ata nuk e kuptojnë që për ty ka rëndësi të jesh pjesë e çdo momenti të rëndësishëm. Për ta, dukesh thjesht si një imazh në sfond. Dikush që nuk ka vend real në të bukurën e ditës së tyre. Kur hyra në shtëpinë ku po mbahej dasma, atmosfera ishte elektrizuese. Muzika luante lehtë, njerëzit qeshnin dhe përqafoheshin. Por unë nuk ndihesha asgjë tjetër veç se një shtrembërim i dhimbshëm i vetmisë. Po ku do të ulem? Ke pyeta veten. Familja ime duke më parë vendosi menjëherë. Jashtë sallës në një vend të vogël në obor, mbi një qilim të vjetër. Pa asnjë ftesë, pa asnjë shpjegim. Vetëm, këtu është vendi yt. U ula në atë qoshe të ftohtë, duke ndjerë secilën shikim të fshehtë të mysafirëve që kalonin pranë. Nuk ishte vetëm ulja jashtë. Ishte mënyra se si më bën të ndjehesha e pavlefshme, e padëshiruar, e harruar. Dhe ndërsa motra ime buzëqeshte me dhëndrin e saj, unë ndjeja një boshllëk të thellë që mezi mund ta përshkruaja me fjalë. Ora po kalonte dhe çdo detaj i dasmës duket se më thoshte se unë nuk isha vend aty. Ushqimi i shijshëm, bisedat e gëzuara, muzika, të gjitha ishin për të tjerët. Më dukej sikur po shikoja një film ku protagonistja nuk ishte unë. Një film që ndryshe nga çdo film tjetër, nuk mund të ndalohej, dhe unë nuk kisha asnjë rol të rëndësishëm. Në një moment, motra ime erdhi pranë me buzëqeshje të ngrohtë dhe tha: "E di që je e mërzitur, por është vetëm një ditë." Por nuk ishte vetëm një ditë. Ishte një ditë që tregonte se sa larg isha unë nga dashuria dhe respekti i familjes. Nuk kishte asnjë hapësirë për ndjenjat e mia. Ata thjesht mendonin se unë duhet të qëndroja larg, si një objekt që nuk shpreh asgjë, vetëm ekziston. Unë nuk e di se sa kohë kaloi, por sapo hapat e dikujt të panjohur trokisnin mbi qilim, ndjeva një shpresë të vogël. Kur mora një sy më nga larg, ishte burri im, Arbeni. Ai nuk e kuptonte fillimisht situatën, por kur pash fytyrën e tij të shqetësuar, diçka brenda meje ndryshoi. Ai ju afrua me një qetësi të jashtëzakonshme, por me vendosmëri. "Pse je ulur këtu?" pyeti me zë të qetë, por me autoritet të qartë. Familja ime heshti. Nuk kishte shpjegime të mprehta, vetëm një ndjenjë e pashpreshme e tensionit që mbushi ajrin. Unë u përpoqa të përgjigjem, por fjalët më ngelën në fyt. Arbeni, pa pritur përgjigje, ul pranë meje dhe tha diçka që ndryshoi gjithçka. "Nuk ka asnjë arsye që gruaja ime të qëndrojë jashtë, ndërsa të tjerët po festojnë. E gjithë kjo është e padrejtë." Mendova se mund të ndodhte gjithçka. Zemërimi i familjes, qeshjet e fshehta, buzëqeshjet e detyruara. Por diçka magjike ndodhi. Ai ngriti zërin pak më shumë, por pa u bërë agresiv. "Nëse nuk e kuptoni që ajo duhet të jetë këtu, atëherë po e marr me vete brenda." Dhe pastaj ndodhi çudia. Ai u ngrit dhe ma dha dorën. "Ej, bashk," tha, dhe unë ndjeva një forcë që më mbante të fortë. Një siguri që nuk kisha ndjer kur më parë. Ne hym në sallë dhe për një moment të shkurtër, gjithë syt u kthyen tek ne. Nuk ishte zemërimi, nuk ishte mospranimi. Ishte respekti që filloi të ndjehej në atë dhomë të mbushur me njerëz. Arbeni më shikoi me një buzëqeshje të qetë dhe tha: "Nuk e meritojnë të shohin të ulur jashtë, kur kjo është ditë jote gjithashtu." Ai nuk po fliste thjesht për mua, po fliste për atë që ishte e drejtë. Ndërsa ecëm brenda sallës, ndjeva sytë të gjithëve mbi ne. Disa ishin të habitur, disa të pakënaqur, por të gjithë ndjen peshën e momentit. Motra ime, Elira, më shikoi me një kombinim habie dhe zemërimi. Nuk e kuptoja në fillim pse ndihej kështu, por pastaj kuptova. Ajo nuk ishte pritur që dikush të ndërhynte për mua. Nuk ishte ndonjë traditë e shkruar, nuk ishte rregull i shkruar në libër. Ishte thjesht ajo që ata kishin vendosur për mua, të më izolonin. Dhe tani, ky njeri, burri im, ishte një shpatë që kishte prerë të gjitha barrierat. U ulëm pranë familjes dhe ndjeva një ndryshim të menjëhershëm në atmosferë. Ndonjë zhurmë e fshehtë e shqetësimit u shfaq. Por ishte zhurmë që nuk mund të fshihte respektin që po linte ngadalë. Arbeni, duke mbajtur dorën time, më bëri të ndihesha e sigurt, e fortë. Një ndjenjë që nuk kisha përjetuar kur brenda shtëpisë sime. E kuptova që nuk ishte vendi yt jashtë, tha ai me një buzëqeshje të qetë.
por me vendosmëri të padiskutueshme. Tani e këtu, ku ke vendin tënd. Ndërsa biseda vazhdonte, fillova të shija fytyra që më kishin injoruar më parë. Disa syt ishin të mbushur me turp të fshehur, disa të tjerët me një kuriozitet të çuditshëm. Por më rëndësishmja, ndjeva se fuqia e ndjerë e Arbenit kishte ndryshuar dinamikën e të gjithë ambientit. Ai nuk e kishte bërë këtë për t'u treguar dikujt. Ai e kishte bërë për të mbrojtur nderin tim. Dhe aty filluan momentet më të çuditshme. Një mik i afërt i familjes që zakonisht e shmangte kontakti me mua, afrohet dhe më thot me një buzëqeshje të ngushtë: "Sot ti dukesh më e bukur se kurrë." Nuk ishte vetëm kompliment. Ishte një njohje padiskutueshme që unë isha e pranueshme dhe respektueshme. Dhe të gjitha këto ndodhen fal një njeriu që nuk pranoi të lejonte padrejtësi. Por historia nuk përfundon këtu. Pak më vonë një incident tjetër ndodhi. Një nga të afërmit më kritikoi me një ton të ashpër. "Pse po qëndron këtu brenda? Ti e di rregullin." Ata mendonin se mund të më tremnin, të më detyronin të largohesha sërish. Por Arbeni u ngrit dhe me një ton që nuk la hapësirë për diskutim, tha: "Nuk ka rregull që të ndaloj dik nga vendi ku i takon. Ajo është gruaja ime dhe ka vendin e saj këtu." Të gjithë heshtën. Ishte një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Ata e kuptuan që nuk kishte kthim pas. Për herë të parë ndjeva se kisha një mbështetje që nuk vinte nga asnjë nga ata që ishin të afërt me mua, por nga dikush që kishte zgjedhur të qëndronte pranë meje pa kushte. Gjithashtu, ndjeva një ndryshim të brendshëm brenda meje. Të gjitha ato ndjenjat e injorimit, të përbuzjes dhe të lënjes jashtë filluan të shpërndahen. Ishte si një dritë ngrohtë që depërton në një dhomë të ftohtë. Nuk ishte vetëm një ditë dasme. Ishte një mësim i fuqishëm se si një person mund të bëjë diferencën, si respekti dhe dashuria mund të sfidojnë traditat dhe paragjykimet. Ndërsa nata vazhdonte, fillova të shija fytyra që më kishin përjashtuar më parë duke u përpjekur të afrohen, të buzëqeshin dhe të flasin me mua. Por kjo nuk ishte vetëm një rifitim i respektit. Ishte një kujtesë se shpesh ajo që duket e pamundur mund të ndryshoj kur dikush qëndron pranë teje me vendosmëri. Në fund, Arbeni dhe unë ulëm së bashku, duke ndjer gëzimin dhe dashurinë e vërtetë, larg çdo paragjykimi. Dhe për herë të parë, ndjeva se nuk isha vetëm. Ishte një ndjenjë që nuk mund të shprehe me fjalë, një përzierje lumturie, krenarie dhe falenderimi për dikë që kishte bërë më shumë se sa thjesht të vinte pranë meje. Ai kishte ndryshuar të gjithë botën time për një ditë. Pas disa minutash, atmosfera në sallë filloi të ndryshonte dukshëm. Të gjithë ata që më kishin injoruar më parë, tani nuk mund të shmangnin praninë time. Ndonjë fytyrë që më kishte parë me indiferencë, tani shfaqte një nuancë të çuditshme habie dhe turpi. Ata kuptuan, edhe nëse nuk donin ta pranonin, se unë nuk isha më thjesht ajo që u la jashtë. Tani kisha dik pranë meje që më mbështeste me forcë, dik që nuk lejonte të më shkelin dinjitetin. Muzika vazhdonte dhe unë shikoja rreth meje. Tavolina të dekoruara bukur, lule të freskëta që mbushnin dhomën me aromë të ëmbël, dhe njerëz që qeshnin duke ngrënë dhe duke bërë fotografi. Por asgjë nuk mund të shpërqendronte atë ndjenjë të çuditshme të përmirësimit brenda meje. Unë isha pjesë e këtij momenti, dhe kjo nuk ishte më një ide e largët, ishte reale. Një nga të afërmit, e cila më kishte injoruar në fillim, u afrua dhe tha me një buzëqeshje të përzier me turp: "Nuk e prisja që kjo situatë të zgjidhej kështu. Më vjen keq. Nuk e di nëse më pëlqente apo jo, por nuk kishte rëndësi." Ai kishte kuptuar se ata nuk mund të më kontrollonin më si më parë. Ndërsa fjalët e tij binin në veshin tim, ndjeva një lloj çlirimi që nuk mund ta përshkruaja me fjalë. Ndërkohë Arbeni nuk largohej. Ai mbante dorën time, duke më dhënë forcë me një shikim të qetë, por të vendosur. Ishte sikur çdo hap i tij, çdo fjalë, çdo gest i vogël, po i tregonte familjes time se nuk mund të më trajtonin më me indiferencë. Ai nuk po fliste vetëm për mua. Ai po fliste për nderin dhe respektin, për barazinë dhe dashurinë që duhet të ekzistonte mes nesh. Ndërkohë që nata vazhdonte, filluan të ndodhin gjëra që nuk i kisha parashikuar. Një mikeshe vjetër e motrës sime, që zakonisht më injoronte kur takohej me familjen, u afrua dhe tha me një zë të lehtë: "Më vjen mirë që je këtu. Nuk e kuptoja më parë, por ti meriton të jesh pjesë e kësaj dite." Një buzëqeshje e sinqertë u shfaq në fytyrën e saj, dhe unë ndjeva një lehtësim të madh. Ndërkohë që motra ime, Elira, po fliste me dhëndrin e saj, unë ndjeva një ndjesi të çuditshme brenda meje. Nuk ishte zemërim, nuk ishte inat.
Ishte një kombinim emocionesh që më bëri të reflektoja për të gjitha ato vite kur ndihesha e përjashtuar. Tani po shikoja se si një person i vetëm mund të ndryshonte gjithçka. Një njeri që kishte zgjedhur të qëndronte pranë meje, pa marrë parasysh paragjykimet, kishte bërë që unë të ndihesha e fuqishme, e respektuar dhe e dashur. Një moment tjetër i veçantë ndodhi kur një i afër më kritikoi me një ton të ashpër. Ti nuk ke vend këtu. E gjithë kjo është për Elirën. Por Arbeni u ngrit dhe tha me një ton të vendosur. Të gjithë këtu janë të mirëpritur, por ajo që është e padrejt nuk mund të lejohet. Gruaja ime ka vendin e saj këtu, dhe nuk ka asnjë debat për këtë. Fjalët e tij ishin të qarta, dhe për herë të parë ndjeva se tensioni u ul disi. Nuk ishte më asnjë dyshim në sallë. Unë isha pjesë e kësaj dite, dhe askush nuk mund të më merrte këtë vend. Më vonë, ndërsa dasma vazhdonte, fillova të ndjej një lloj gëzimi të papritur. Jo për veten time, por për faktin se dikush që më doje, dikush që më respektonte, kishte bërë që gjithçka të ndryshonte. Ndërsa shikoja fytyrat e mysafirëve, kuptova se ndryshimi filloi nga një veprim i vogël, por i fuqishëm, mbështetja e dikujt që nuk pranoi të hesh ndaj padrejtësisë. Gjatë natës, kur muzika u zbeh dhe njerëzit filluan të flasin më qetë, unë ndjeva një ndjenjë të thellë falënderimi. Arbeni ishte pranë meje, duke më mbajtur dorën, dhe për herë të parë ndjeva se nuk isha vetëm. Ndjenja e përjashtimit ishte zhdukur, zëvendësuar me një forcë që nuk mund ta shpjegoja. Në atë moment kuptova një të vërtet të thjeshtë, por të fuqishme. Shpesh nuk mund të ndryshosh mendjen e njerëzve me fjalë, por kur dikush qëndron pranë teje me vendosmëri, respekti dhe dashuria e vërtet shfaqet natyrshëm. Nuk është vetëm një njeri që fiton betejën. Është një ndjenjë e re që lind brenda jush, një ndjenjë që nuk mund të thyhet. Ndërsa ora afrohej në fund të mbrëmjes, atmosfera ishte ngrohtë, por tensioni ende ndodhej në sfond, i fshehur në buzëqeshjet e detyruara dhe përpjekjet për të dukur të lumtur. Unë po përqendrohesha te çdo detaj. Dritat e ngrohta që binin mbi tavolinat e zbukuruara me lule të kuqe dhe të bardha, aroma e ushqimit që përziheshin me aromën e ëmbël të ëmbëlsirave, dhe zërat e gëzueshëm që mbushnin sallën. Por ndërsa të tjerët festonin, unë ndjeja se kjo ditë ishte bërë për mua gjithashtu, dhe nuk ishte më vetëm për motrën. Një moment i pazakont ndodhi kur një i afërm i motrës, i cili kishte qenë gjithmonë kritik ndaj meje, u afrua duke lëvizur me heshtje. Ai heshti për disa sekonda, pastaj më tha: "E di që nuk e meritoje të trajtonin kështu. Më vjen keq për gjithçka." Nuk kishte pasur kurrë një fjalë kaq të sinqert nga ai. Ndjeva një lloj qetësie që nuk e kisha përjetuar më parë. Por, siç ndodh shpesh në çdo ngjarje ku ka emocione të forta, nuk mund të mungonin tensionet. Një nga të afërmit më kritikoi me zë të lartë: "Pse po qëndron këtu? Nuk është vendi yt." Ishte momenti kur ndjeva një shpërthim të brendshëm. Kisha duruar shumë, por tani nuk mund të heshtja më. Arbeni u ngrit me një herë, duke e parë gjendjen time. Ai u drejtua me ton të vendosur, por qetësinë e tij të zakonshme. "Nuk ka vend që të ndaloj dik nga të qëndruarit në vendin ku i takon. Ajo është gruaja ime dhe ka vendin e saj këtu, dhe nuk ka diskutim për këtë." Fjalët e tij ishin të fuqishme dhe çdo i afërm heshti. Ishte një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Ata e kuptuan se nuk kishte kthim pas. Nuk kishte mënyrë për të më larguar. Arbeni nuk po mbrohej vetëm për mua. Ai po mbrohej për nderin, respektin dhe dinjitetin që çdo person meriton. Ndërkohë që nata vazhdonte, filluan të ndodhin gjëra të papritura. Disa mysafirë që më kishin injoruar më parë, tani afrohen me buzëqeshje të ngrohta. "Më vjen mirë që je këtu," më thanë. Ndërsa dëgjoja këto fjalë, ndjeva një lehtësim dhe një çlirim të brendshëm. Nuk ishte vetëm një mirënjohje e thjeshtë. Ishte një njohje e sinqertë se unë kisha vendin tim në këtë botë, dhe askush nuk mund ta ndryshonte këtë. Në një moment tjetër, motra ime Elira u afrua me fytyrë serioze. "E di që kjo nuk ishte mënyra ime e zakonshme për të bërë gjërat," tha ajo. "Por ndjej që tani është e drejtë të pranosh vendin tënd këtu." Nuk e prisja këtë pranimin nga ajo, dhe një ndjenjë e lehtësimit më mbushi brenda. E kuptova se ndonjëherë edhe ata që janë më afër mund të kenë paragjykime, por ndryshimi mund të ndodhë kur dikush qëndron pranë me vendosmëri. Arbeni më mbajti dorën dhe buzëqeshi. Ai ishte aty, një mbështetje e fortë dhe e qetë, duke më dhënë forcë që nuk e kisha ndjerë më parë. Ndjeva një kombinim lumturie, krenarie dhe falënderimi. Ai nuk kishte bërë vetëm një gjest të vogël. Ai kishte ndryshuar atmosferën e të gjithë dasmës, dhe kishte treguar se dashuria dhe respekti mund të sfidojnë çdo paragjykim.
Pak më vonë, muzika filloi të luante më ngadalë, dhe disa çifte filluan të vallëzojnë. Arbeni më mori për dorë dhe më tërhoqi pranë tij. Ndërsa vallëzonim, ndjeva çdo tension të zhdukur, çdo shqetësim i shuar. Ishte një ndjenjë e qetë dhe e fuqishme njëkohësisht. Kjo ditë që kishte nisur me izolim dhe ndjenjë përbuzjeje, po përfundonte me dashuri, respekt dhe një ndjenjë triumfi. Ndërsa vallëzonim, disa mysafirë më shikonin me admirim. Nuk ishte vetëm një ditë dasme. Ishte një mësim i gjallë se si mbështetja e dikujt mund të ndryshojë gjithçka. Nuk isha vetëm një pjesë e sfondit. Unë isha një pjesë e jetës dhe kisha vendin tim të denjë. Natë mbrëmje, ndërsa shikova Arbenin, kuptova se lumturia nuk vinte vetëm nga festimet dhe buzëqeshjet e të tjerëve. Lumturia vinte nga ndjenja e të qenit i mbështetur, i respektuar dhe i dashur. Dhe për herë të parë ndjeva se asnjë paragjykim, asnjë përjashtim nuk mund të më merrte këtë ndjenjë. Nata u mbyll me një ndjenjë të fuqishme paqeje dhe triumfi. Ishte një fitore e vogël, por e madhe në zemrën time. Arbeni kishte treguar se kur qëndron pranë dikujt me vendosmëri, bota mund të ndryshojë. Dhe unë e dija se kjo nuk ishte vetëm një ditë dasme. Ishte një ditë që do të kujtoja për gjithmonë. Një ditë që tregonte se dashuria dhe respekti mund të sfidojnë çdo paragjykim dhe padrejtësi.